O Zoti yt, mos lejo që zemra pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë. Kjo është lutje që gjithmonë njeriu e bën. Prandaj profeti Ali sallallahu alaihi wasallam sikurse thoshte Aisha radhiyallahu anha, thoshte profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thoshte o Zoti, Allahu ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala din. O Zot, që zemrat tona janë në dorën tënde. Ma forco zemrën time të fetare. Se të forcohet dhe të qëndrojë dhe të ketë qëndrueshmëri zemra në këtë besim, pasi çdo ditë tronditesh, pasi çdo ditë mund të luhatesh, pasi çdo ditë mund të përballesh me lloj dilemash apo dyshimesh apo epshesh, janë punë zemra ndikon dhe vjen moment që Zoti na ruaj stofën. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na mësonte kur ishte që i dërguari Allah nuk mendohesh prej tij kur se mund të devijohet. E bën të lutjet për ta treguar ne që ta mësonim dhe të themi dhe ne këtë fjalë që o Zot, ne i mbaj zemrat tona në fen tënde. Nëse nuk do të kuptojmë se begatia nuk është vetëm ke besimi, dikush ndodhet pra përveç besimit, begatia që Allahu xhallahu i ka dhënë njeriu është nga më të ndryshme. Është shëndeti, është pozita, është pasuria, janë shumë elemente. E rëndësishme është që njeriu duhet t'ia bëjë lutje Zotit duke thënë o Zoti, kërkoj ndihmën ta, pra kërkoj mbrojtjen tënde që mos na largon prej këtyre mirësive që na ke dhënë. Sepse Allahu xhallahu është ai i cili ka dhënë dhe ta merr. Dhe kjo bën njeriu që zemra t'i lidhet me Zotin xhallahu dhe të kuptojë se gjithë çështja është në dorën e Tij dhe ke vetëm ke ai kthehet. Nëse do Allahu bë dhe nëse s'do ai s'bë. Prandaj dhe njeriu në këtë rast e lut Allahu krijuesin e gjithësisë duke thënë o Zoti, kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash pra këtë mirësi, por që mos ngarkohet kjo mirësi që ti o Zot na ke dhuruar. Gjithashtu e dyta, thot profeti alayhi salatu wasalam, dhe o Zot, Allahu inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Thot o Zot, kërkoj gjithashtu mbrojtjen tënde. Pra në këtë hadith profeti alayhi salatu wasalam thot o Zot, kërkoj gjithashtu që mos më humbasi mirësia që ti o Zot më ke përgatuar. Njeriu i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu dhe lut atë që o Zot të mira që unë kam ti gëzoj. O Zot të mira që unë kam ti gjithmonë me mua. Që o Zot duke e lut Zotin dhe duke e falendëruar, ato vetëm se shtohen dhe garantohen për Allahu krijuesin e gjithësisë. Dhe pastaj thot profeti alayhi salatu wasalam vazhdon hadith dhe thot o Zot dhe kërkoj pra mbrojtjen tënde ose kërkoj mbrojtjen nga hakmarrja jote e papritur. Për dietar çfarë do thot hakmarrja jote e papritur? Allahu xhallahu Zoti na ruaj, është xhelos. Dhe varet një moment caktuar njeriu nuk e kupton kur flet dhe kur vepron. Do shta fjala e tij mund të jetë aq e rëndë që e zemron Zotit ose veprimi i tij mund të jetë aq e rëndë që vepron Zotit, që e zemron Zotit, dhe Allahu na ruaj paprit pas ndodh dëshkimi i Zotit. Dhe Allahu xhallahu nëse të shkon dikën s'ka kush e ndalon. Si shtoni me Karuni, i cili e ndodhi gjithë pasurinë e tij, e demonstroi duke treguar arrogancën e mundje madh. Kur njerëzit i thanë o Karun, s'tregua arrogant. Pra falenderoj Zotin për këtë mirë, duke mohuar negativën e mirësinë e Zotit, duke atribuar vetes tij vlera duke thënë që unë e mora në sajtë hapësime të mia, thot Zoti ne fundosëm një herë atë pasurinë e tij, ushtrinë e tij dhe askush të ndihmoj të. Kush e ndihmoi? Apo siç ndodhi me Firaonin, i cili kur vajti për ta ndjek Musain dhe u pa që u hap deti në 12 rrugë, mrekulli. Imagjinoj të hapet deti dhe të çofësh tokën, çu rrecash. Dhe kur e pa ushtria e Firaonit, bashkë me Firaonin, e kapi arroganca Firaonit dhe i thot ushtrisë vet. A e dini pse u hap deti? Për zemrimin